një sqarim dhe janë arratisur, janë diku në zonë se s'duan të vinë këtu të ballafaqohen me banorët. Besoj se anët IMT-s ka ardhur vetëm elektriku me na dhënë sqarime. Tani, kjo është një çështje në radh parë njerëzore. Në vitin 2025 Edi Rama vazhdon me rregulla genocidiale për të trembur këdo dhe për ta larguar nga banesa e vet. Fakti është dhe politik. Kjo është një grup seksion dhe një zonë dhe një qendër votimi që Partia Socialiste ka humbur me 251 vota. Dhe fakti që ka ardhur pas 2 javësh për të marrë hak elektoral e tregon më së qarti. Dhe janë dy gjëra që janë në konflikt. E para është kërkon ish pronari ta zhvilloj pronën në mënyrë private dhe e dyta aludojnë se ne duam tani të bëjmë zhvillim urban, duam të bëjmë rrugë. Asnjë dokument, asnjë vendim. Ndërkohë është një gjë që e vazhdojnë banorët për të fituar certifikatën e pronësisë. ZPKM-ja ka kryer punë, por certifikata e pronësisë dhe pas 12 vitesh nuk ja japin dhe tani kanë vendosur në mënyrë genocidiale të heqin ujin, të heqin dritat, t'ua bëjnë jetesën pamundur në mënyrë që të vetë largohen dhe të vinë dhe ta shëmbin. Është skema 5D përsëri. Skema 5D nuk mbaron. Mbarojnë drejtorët, po nuk mbaron skema. As vetë shteti nuk e di çka ka. Thjesht dhe prandaj për faktin që s'kan asgjë, vinë presin ujit, presin dritat në mënyrë që t'ju nxjin jetën që të largohen. Kam një përgjigje nga bashkia, i jam drejtuar bashkisë dhe i kam kërkuar informacion se çfarë po ndodh këtu. Dhe bashkia Tiranë më thot, sepse u pretendua ishte vënë tabel që këtu ishte një subjekt që kishte marrë leje ndërtimi dhe ja ku e kam përgjigjen. Nga verifikimi i sistemit elektronik nuk rezulton as aplikim, as miratim për leje ndërtimi në pasurinë në fjalë në rrugën Jordan Misja. Fare. Pra nga një anë më thon nuk ka kërkesë apo leje apo miratim për zhvillim, dhe nga ana tjetër, kur e kanë mbyllur me të sepse e dinë që nuk mund ta japin lejen, se nuk mund të jepet leja me banor brenda pa u prish godina, atëherë nxjerrin gjoja pretendimin që këtu do bëhet rrugë. Okej, dakor, çfarë rrugë do bëhet? Rruga është atje. Po dhe nëse kështu është, a ka një dokument? A ka një dokument? A ka një projekt? A është miratuar? Vërja në dispozicion na jep mundësinë ta godasim administrativisht. Por jo me këto skema korruptive që vinë këtu, u presin ujë drita, që të vinë natën, siç ata dinë mbas shpine, e t'ua shembin mbi kokë. Se banorët janë vendosur, nuk i lënë pronat e tyre. Kanë 27 vjet, janë në çfarë gjendje? Se nuk po flasim për kulla për saraje, po flasim për njerëz që janë në nevojë, njerëz që janë të sëmurë, njerëz që janë pensionistë dhe njerëz që jetojnë me ndihmë sociale 40.000 lekë të vjetra në muaj. Kjo është skem korruptive për interesa të atyre që ndërtojnë së bashku me privatin që do ta zhvillojë këtë pronë. Tani, me që pas kanë aktet, na e tregojnë çfarë aktesh kanë, çfarë do bëhet, çfarë projekti kanë, urdhrin e punës dhe si u kanë shkëputur kontratën në mënyrë të njëjtëshme. Ndërkohë që s'janë debitor, nuk është askush debitor, janë me librezat paguara. Pra, në shtëpinë tënde të vi dikush edhe thot hiqja kontratën time, ma kalo mu, po prija tani. Se kjo është shtëpia e tyre, përderisa e kanë pasi kontratë lidhur dhe kanë paguar, është shtëpia e tyre. Pra kjo është masa genocidiale të Edi Ramës për të larguar këdo që kanë ngelur në këtë vend. Por rezistencën aty do e kenë.